pasi s'mujnë më marrë vesh, edhe të regun që do t'jemi në opozitë. Shumë korrekte po mendoj. Pse të bëhet kjo me takimin e parë, zotri Shala? Ky refuzim me takimin e parë? Po, sigurisht nuk jem përpos në asnjë pikë. Se ndryshe nuk e di që mundet më spjegu ndryshe. S'kan mujt më marrë vesh në asnjë pikë, edhe në fund ata vendosin me met në opozitë. Qysh ka pas vendosë Kadri Veseli, nëse ju kujtohet, në vitin 2019. Kur i patën hub zgjedhjet, pa dalë në konferencë për shtypë dhe ka thonë PDK-ja metet në opozitë. Edhe ashtu ndodhi, metën në opozitë. Edhe atë kohë e dini që u bë koalicioni lëvizjeve të vendosje Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili zgjati shumë pak. E qartë, zotri Osmani, për të kaluar tek zotri Osmani, më pas ndoshta edhe ju do të mund të arrini të bëni bashkëbisedë edhe pse është shumë vështirë ta bëjmë kështu në mënyrë virtuale. Por zotri Osmani, si e keni parë atë takim mes Abdigjikut dhe Kurtit, sa jep shpresë që mund të arrihet diçka apo thjesht do të jenë takime të përsëritura, cilat e konsumojnë afatin e vendosur në këtë rast nga gjykata kushtetuese dhe në fund nuk zgjidhin asgjë? Gjë më e keqe që unë e vrej tek